Të dashur qytetar, mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë të bim madhështor këtu në Gjakovë. Në ndajnë veç se 3 javë nga zgjedhjet e 7 qershorit, e këto zgjedhje nuk janë vetëm zgjedhje mes partive. Janë zgjedhje mes 2 ideve për Kosovën. Njëra ide është e jona, e cila e sheh shtetin si të përbashtën tonë më të madhe, si shtetit gjithve, si mjet për drejtësi, për zhvillim, për dinjitet. Ideja tjetër e atyre e sheh shtetin si pronë të pakicës, si privilegj grupor e si pushtet për vete. Në këto vite kemi dëshmuar se qeveria, si një nga shtyllat kryesore të shtetit, mund të jetë në anë të qytetarëve. Në anën e pensionistëve, familjeve dhe fëmijëve, punëtorëve në sektorin publik e privat, ushtarëve, policëve e të prodhuesve vendor. Kemi dëshmuar se shteti mund të jetë për krejt, se mund punohet për gjithë. Prandaj gjithnjë më tepër bashkë, po bëhemi shumë e më shumë për shtetin. Një qeveri që e shtrin sovranitetin e shtetit cep në cep vendit, një qeveri që nuk lëshon pe asnjëherë kur janë në pyetje interesat vitale të shtetit, një qeveri e cila e rrit mirëqenjen dhe vë në fokus nënat e fëmijët, fermerët e studentët, punëtorët e veteranët, profesionistët dhe mërgatën, që rrit mirëqenjen dhe heq korrupsionin. Një qeveri e tillë është më se natyrshme të kërkoj besimin e qytetarëve për të vazhduar me mandatin e radhës në shërbimin tuaj. E të dashur qytetar, është krejt absurde të kërkosh votën e qytetarëve duke bllokuar punën e qeverisë. Ty lutesh qytetarëve të besojnë edhe një herë duke i kërcënuar se në të kundërtën do të vazhdosh me bllokimin e shtetit dhe progresin e vendit. Të detyrosh 1 milion qytetar të shkojnë sërish në kutitë e votimit vetëm 4 muaj pasi ata në mënyrë plebiscitare e shprehën vullnetin e vet, që dikujt nuk po i pëlqeka. Këta duan ta përshtasin popullin sipas tekeve të tyre, por kjo është e pamundur. Ata që janë lodhur për pushtet duan ta lodhin popullin si vullnet. Populli as nuk kërcënohet, as nuk i përshtatet interesave të ngushta e as nuk lodhet. Ai ka folur qartë e do të flas sërish edhe më qartë. Të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, në politikën tonë ka pasur jo rol lista me kandidat që ngjanin me transaksione interesash, listat ndërtuara për balanca klanesh, për favore personale, për pazare të vogla pushteti. Një republikë serioze nuk mund të ndërtohet mbi rjetëzimin e pazareve. As një shtet nuk u mbajt në këmbë nga njerëz që ngarendin për privilegje. Listat e tilla kanë dështuar dhe do të dështojnë në vazhdimsi. Krejt ndryshe është lista e koalicionit Vetëvendosje Guxo Alternativa PSHDK. Lista jonë është një hartë e Kosovës që punon, e shtetit që mendon, e shoqërisë që sakrifikon, e popullit që nuk e sheh shtetin si plaçk momenti, por si përgjegjësi historike. Kjo listë është portreti i profesionistëve,
por jo i profesionistëve të shkëputur nga populli, jo i atyre që diplomën e përdorin si dekor personal. Kjo është lista e njerëzve që dijen e kanë kthyer në shërbim publik. Në këtë listë kemi 7 doktor specialist, kemi 18 kandidat me doktoraturë dhe në përfundim të doktoraturës. Njëra nga gratë e listës sonë ka përfunduar edhe postdoktoraturën, një arritje e shkëlqyer akademike. Doktorët e shkencave në listën tonë janë siguria dhe zotimi se shteti mbahet me dije, disiplinë, këmbgulje dhe inovacion. Ne nuk improvizojmë, ne studiojmë, planifikojmë, ne realizojmë. Në këtë listë janë 39 gra e vajza. Janë gra që udhëheqin, që vendosin, që krijojnë dhe që mbajnë përgjegjësi. Lista jonë ka artist dhe sportist kulminant. Puna e talenti i tyre është garancia se ne njohim përpjekjen e madhe që kërkon skena e shfaqjes dhe gara sportive. Ka ushtërak karriere, njerëz të përgatitur për mbrojtjen e shtetit dhe të popullit, ka mjek të ekselencës, profesionist që qytetarët u kanë besuar jetën e tyre. Në këtë listë ka financier dhe ekonomist briljant, që e kuptojnë se ekonomia nuk është statistik e thot tabelash, por kusht i dinjitetit njerëzor. Sepse pa zhvillim ekonomik nuk ka as liri shoqërore. Dhe ka profesor nga pothuajse gjitha disiplinat që i përmbajnë sot universitetet bashkohore në botë. Njerëz të dijes, njerëz të kërkimit shkencor, njerëz që kanë formuar breza të tërë studentësh. 40 kandidat në listën tonë kanë kryer një ose disa ciklet studimit në universitete prestigjioze evropiane dhe amerikane. 25 kandidat vinë nga shkencat ekonomike dhe biznesi, 17 kandidat nga shkencat politike, administrata publike dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, 12 kandidat nga fusha juridike dhe të drejtat e njeriut, 10 kandidat nga shëndetësia, mjekësia dhe shkencat e jetës, 10 kandidat nga shkencat sociale, filozofia dhe historia, 9 kandidat nga shkencat teknike, inxhinierike dhe eksakte, 7 kandidat nga artet, 6 kandidat nga gazetaria, komunikimi dhe media, 6 kandidat nga gjuhët dhe letërsia, 4 kandidat nga siguria dhe mbrojtja dhe 2 kandidat nga veterinaria. Kjo është ideja se Republika duhet të përfaqësohet nga njerëz që duajnë dijen, e kanë përvojën dhe njohin jetën reale të shoqërisë. Nga njerëz që njohin ekonominë, ligjin, inxhinierit, shëndetësinë, kulturën, sigurinë dhe arsimin. Lista jonë është pasqyra e sakrificës së brezave të rezistencës. Në këtë listë kësaj janë 18 veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, 12 familjarë, të dëshmorëve të dheut, 5 ish të burgosur politik të regjimeve të Jugosllavisë dhe 2 të mbijetuar të masakrave gjatë luftës shqiptare kundër Serbisë së Miloševićit. Të gjithë këta bashk nuk e njohin Republikën si slogan, ata e njohin Republikën si plag, si sakrificë dhe si amanet. Kjo është arsyeja pse kjo listë ka peshë morale, sepse në të bashkohen njerëz të dijes me njerëzit e rezistencës. Në këtë listë kemi edhe 7 kandidat nga Mërgata, sepse Mërgata jonë e ka mbajtur gjallë këtë vend, me punë, me mund dhe me besim. Dhe i kemi 10 kandidat, 30 vjeç e matri. 32 kandidat garojnë për herë të parë.
Sepse ne jemi një front I madh qytetar, me dyer hapur, nga ku hapim rrugë për energji të re, për mendim e veprim të ri. Kjo është lista e njerëzve që angazhohen për të mirën publike, e njerëzve që nuk qëndruan anash, që nuk thanë kjo punë nuk bëhet, që nuk u pajtuan me idenë se politika duhet të takoj vetëm atyre që janë të fortë ekonomikisht ose të lidhur me klane të ndryshme. Sepse shteti nuk është pronë private, Republika është e përbashkëta jonë më e madhe, dhe shteti bëhet I fortë vetëm atëherë kur njerëzit më të përgatitur, më të ndershëm dhe më të përgjegjshëm vendosin të hyjnë në shërbim të tij. Ne nuk kemi listë spektakli sepse ne e duam artin. Nuk kemi listë marketingu sepse ne e duam prodhimin. Nuk kemi listë blokadash sepse ne e duam progresin. Dhe nuk kemi listë pazarësh sepse ne e duam zhvillimin. Pra, kjo nuk është listë grupacionesh, sepse ne e duam shoqërinë, kemi listë me njerëz që ja duan të mirën Kosovës. Sot Kosovës nuk I duhet më shumë zhurmë politike, I duhet më shumë seriozitet, më shumë dije, më shumë njerëz që dinë ndërtojnë institucione dhe jo të zbrazin propagandë mlefi. Prandaj, lista jonë nuk është ndërtuar mbi famë boshe apo mbi pazare politike. Kjo listë është ndërtuar mbi punë, mbi dije dhe mbi shërbimin publik. Sepse ne besojmë në modelin e shtetit ku politika nuk është streh e mediokritetit, por bashkim I dijes, I ndershmërisë dhe I përgjegjësisë. Andaj jemi të gëzuar e fort nderuar të paraqesim para jush listën tonë, listën e fitores, listën e numrit 116. Numër 2 Glau Konjufca.